Kuadër të një projekti ku ndërhyet në një zonë që e kanë klasifikuar fillimisht zona A, si pasojë e një kërkese të vazhdueshme prej vitesh, jo vetëm prej nevojës për të përmirësuar cilësinë e jetesës për banorët e lagjes Kala, por edhe pse jo ky atraksion që lidhet edhe me historinë, lidhet edhe me arkeologjinë, por sigurisht është pjesë e kulturës së qytetit të Elbasanit, tjetë një mori e paketës shërbimeve, po patjetër infrastrukturës edhe gjithë kualifikimit të aspektit urban edhe të asaj që i takon gjendjes faktike të lagjes Kala. Qëllimi në vetvete ka ardhur si pasojë e nevojës që zona të tilla që janë jo vetëm është e vetmja për Shqipërinë, por janë të rralla edhe për pjesën e rajonit tonë, që zemra e qytetit është e jetueshme dhe i takon një historiku prej 2000 vjeçar, të paktën për rastin e Elbasanit, që përpos vështirësive, sfidave dhe nevojës për herë për mirëmbajtje dhe për ndërhyrje shumë të kufizuara, për sa kohë është e mbrojtur me një ligj të dedikuar për pjesën e trashëgimisë kulturore, objektivi nuk mund të zgjidhet dot vetëm nga njëra palë, që do të thotë nëse janë prona private, investimi pritet vetëm nga palët që janë pronar apo trashëgimtar të tyre, apo bashkia për infrastrukturën që i takon sipërfaqeve publike, apo Ministrisë së Kulturës për objekte që mund të jenë klasifikuara dhe në pronësi si monumenti kategorisë të parë apo kategorisë të dytë sipas rastit. Në fakt projekti, edhe pse ende ne nuk kemi një projekt të detajuar, sigurisht do të ndjeki një mori diskutimesh, patjetër dëgjesë pasardhëse për një zbërthim edhe të komenteve dhe reflektimeve që do na duhet prej banorëve apo palëve që ishin pjesë e dëgjesës dhe që kanë marrë njoftim për konceptin e propozuar për Kalan. Përfshin edhe ndërhyrje për objekte që i takojnë ansambleve muzeale që aktualisht Kalas Elbasanit i mungojnë. Jemi të sinqert, propozimi i projektit sjell në vëmendje një zonë muzeale që përfshin 3 objekte që mund të jenë të vizitueshme dhe që i kthen në vëmendje publikut dhe vizitorëve patjetër. Është godina e hamamit që prej shumë vitesh qëndron e mbyllur, që po ashtu është me një status monument kulture, që do të kthehet në vitalizim dhe në shërbim të turizmit për lagjen Kala, dhe një mori për objekte të tjera apo prapë të paketës objekteve publike që do të rivitalizohen dhe do të kthehen funksionale dhe të vizitueshme. Për sa i takon objekteve të mbyllura që janë me pronësi private, kjo do të kërkojë një vullnet midis palëve, sepse ligjërisht ne nuk mund të ndërhyjmë mbi objekte që statusi i pronësisë është përtej një institucioni publik, kërkon një dashamirësi dhe patjetër që do të vijë rrjedhoje një mirëkuptimi disa palësh, kryeza dhe marrëveshje se si do të funksionojë në këto objekte, gjithmonë nëse do të ketë vullnetin që këto objekte palët private do të duan që t'i kthejnë si banesa apo do t'i kthejnë si element që mund t'i serviren, po themi, gjerdanit të shërbimeve të Kalas Elbasanit. Qëllimi në vetvete është ne me këtë projekt t'i shërbejmë në mënyrën më të mirë të mundshme këtyre banorëve që në vetvete janë zemra e lagjes Kala dhe zemra e qytetit të Elbasanit. Çdo vendimarrje nuk mund të merret e njanshme, patjetër do kërkojë një marrëveshje dhe një mirëkuptim midis palëve për zgjidhjen më të mirë të mundshme. Ju përmendët raportin e betonizimit, në thelb do doja të evidentoja pak raportin se si konsiston lagja Kala me ndërhyrjet që propozohen, jo vetëm që kërkon rikthimin e identitet të rrugëve, rrugicave dhe peizazhit urban të objekteve që i takon identitetit, po edhe karakteristikave arkitektonike të periudhave të ndryshme historike. Duhet përmendim që vërtet zanafilla e lagjes Kala është e hershme, por periudha të ndryshme historike kanë datuar edhe gjurmë brenda lagjes Kala me objekte apo me rinovime apo me ndërhyrje shtesa për ato objekte që ne i kemi sot faktike. Kur ne flasim për të ardhmen, çdo e re nuk vjen lehtësisht, ne këtë e dim, kjo është pjesë mbas edhe kulturës dhe patjetër që lidhet ngushtë edhe me prekjen direkte të pronës private, që do të thotë çdo person që e sheh që deri diku ndërhyet ose propozohet për të ndërhyrë në prona që kanë një status privat, mund të ndjejnë këtë
le të themi dilemën, por edhe reagimin që ne kemi parë, jo vetëm nga DGS-a, por besoj se do të jetë edhe një proces i mëtejshëm, që do të duhet dakordësim midis nesh, midis tyre si pronar apo si përdorues të këtyre pronave dhe patjetër dhe financuesve të projektit. Timi një identitet nuk do të thotë betonizim. Një ndër objektet që u shumë përfol bëhej fjalë për godinën që është propozuar për muze në krah të godinës së ish burgut dhe krijon një trekëndësh ndërhyrje që konsiderohet propozimi për ansamblin muzeal, që lidh ndërtesën e banesës së Lefnosit, godinën e Ish-burgut dhe një sipërfaqe që propozohet si një gjurmë e re ndërtimi, që është totalisht e cilësuar nga arkitektët e projektues, me një gjurmë të re arkitektonike, me qenë se i takon një datimi të ri shumë të vonshëm të pjesës së ndërtimit, por fasada dhe ato që ne pam bashkërisht si render apo si imazhe tridimensionale propozojnë ndërthurje të materialeve edhe me gjurmë të gurve apo të elementeve të gjetur nga rënojat arkeologjike që Lagja Kala ka pasur ndër vitet muzealizuara, të dokumentuara dhe të arkivuara, që do të thotë këto element do t'i risillen Kalas në formën e një muzeu që do të jetë jo vetëm i vëmendshëm dhe i dukshëm për këto element në pjesën e brendshme të saj, por edhe në pjesën e jashtme për sa i takon fasadës. Do të ketë kompensim për banorët që preken nga projekti dhe është ai me çmimin apo me vlerën e tregut, se ky është një shqetësim tjetër që ata mund ngrihen sot. Keni të drejtë, patjetër kur bëhet fjalë për një investim për interes publik, patjetër që do të ketë kompensime siç i takon kuadrit ligjor, sidomos për prona që janë drejt për drejt pronësi private.